Dietë dhe shëndet, sikundër është edhe rubrika jon e çdo të hëne me dietologën ton Rolina Naço. Përshëndetje, mirë se vjen. Përshëndetemi me shikuesit tanë nga këndi i gatimit, sepse do t'i kushtojmë një vëmendje të veçantë personave që vuajnë nga diabeti. Po flitet për diabetin, ka një datë të rëndësishme që lidhet me ndërgjegjësimin e personave të sëmurë me diabete. Sigurisht duhet bërë më shumë, duhet dhënë më shumë informacion për këta persona për të ekuilibruar dietën e tyre ushqimore, çka do të ndihmonin për të luftuar në një farë mënyrë sëmundjen apo jo. Po, për të parandaluar efekt thenësore të saj dhe sigurisht për të patur edhe cilësi jetese më të mirë. Dhe normalisht nuk është një person diabetik i cili është i destinuar për të ngrënë gjithmonë ushqime pa shije, siç është në mendjen e shumicave, dhe është ndoshta një konceptim i gabuar, sepse një person që vuan me diabet do duhet të ndjek të njëjtat këshilla për një person që do të kujdeset për një ushqyerje të shëndetshme në këtë rast. Kështu që nuk janë të kundërta udhëzimet në këtë rast, kështu që është shumë e rëndësishme që këto udhëzime që ne do japim sot përveç personave me diabet janë edhe për njerëz të tjerë. Sigurisht që duhet të kenë kujdes, po që të parandalojnë për të patur një cilësi jetese më të mirë dhe për të hequr atë mitin e një sëmundje që është kaq shumë ndoshta e lidhur me një ushqyerje të keqe apo një ushqyerje shumë problematike ose që kanë shumë ushqime që duhet të ndalohen të konsumohen. Pra, diabetikët mund të hanë ëmbëlsira. Sigurisht, ëmbëlsira. Sot e kemi zgjedhur një recetë të tillë, ëmbëlsirë për diabetikët, ëmbëlsirë që do e kenë zilide shumë që s'janë në diabet. Që janë në diabet, po. Përpara se të nisim ta përgatisim të themi përbërësit, të fiksohet mirë personave të cilët duan ta gatuajnë edhe pse jo të jenë ato pjesë në botën e të ëmbëlave. Është shumë praktike. Cilit janë personat që preken më tepër nga diabeti dhe cili diabet kryesisht? Tipit 2 ka përshtypjen? Personat të cilët preken nga diabeti tipit 1 kryesisht kanë prirje burimesh gjenetike, mund të kemi infeksione të ndryshme që mund të jenë shkaktuar apo probleme anatomike, le të themi tek pankreasi, tek qelizat që prodhojnë qelizat e hormonin e insulinës. Janë bë qelizat e pankreasit. Por personat që preken nga diabeti tipi 2, që është shumë i lidhur me stilin e jetesës tonë, shumica e popullsisë të cilët kanë një mbipesh, kanë një stil jetese shumë të çrregullt, kanë orare të çrregullta në të ngrënë, kanë inaktivitet, kanë faktorë të tjerë siç është diamosja e mëlçisë apo abdominale në përgjithësisht. Hipertension, është sindromi metabolik që është, le të themi, i lidhur me yndyrnat në gjak, hipertension, probleme me pro-diabet, fillon zakonisht me një fazë pro-diabet, ne kemi domethënë një prirje për të pakur nivel të lartë të sheqerit, por me pak kujdes çdo gjë normalizohet në trupin tonë, kështu që ajo faza e pro-diabetit mund të na parandalojë që neve mos arrim të marrim mjekime dhe të kemi ushqimin ilaçin tonë. Sigurisht dieta ushqimore edhe për ne ose për personat të cilët nuk vuajnë nga diabeti është kryesore dhe aktiviteti fizik. Aq më tepër me simptoma që përmenden edhe që fliten nga mjekët, të gjithë duhet të kemi kontrolle të vazhdueshme, tashmë matja e nivelit të insulinës apo e diabetit gjendet kudo, është shumë e thjeshtë edhe në një farmaci, thjesht për të bërë kontrolle të vazhdueshme, por është rritur numri të rinjve, Rolina, me diabet. Po, sepse edhe të gjitha parametrat që ne përmendëm, është rritur edhe patologjia e këtyre rasteve që thamë, zakonisht moshat te 40-45 vjeç tek meshku do duhet në patjetër të bëjë një kontroll. Personat të cilët kanë në rrethin e tyre familjar persona me diabet do duhet kontrollohen në një moshë më të hershme, sepse me sa duket prirja gjenetike është më e theksuar në këto raste, por nuk do të thotë që nëse nuk kemi dikën në familje, do të thotë që neve nuk kemi asnjë lloj rrezik për të shfaqur. Ka ndryshuar dinamika, ritmi e ditës, streset, sepse janë shtuar faktorët rrethanor. Janë ndryshuar faktorët rrethanor që ndikojnë në shfaqjen e një diabeti në këtë rast. Dhe gratë postmenopauzës do duhet të kenë, nëse kanë kaluar le të themi deri në 47-50 vjeç çdo gjë ka qenë në rregull, postmenopauzë do të jenë pak më të kujdesshme sepse aty kemi një ndryshim hormonal dhe ai zakonisht rrit predispozitën për sëmundjen e diabetit apo një rezistencë ndaj insulinës në këtë rast. Por le të fillojmë me recetën. Fillojmë me recetën sepse besoj se do të jetë një mundësi shumë e mirë për këta persona, për të konsumuar flotësata, po shoh të shërën. I themi një përbërësit? Përbërësit janë 100 gram të shërë, 100 gram janë lajfit, 100 me 150 gram janë hurmat,
e arabisë, që janë relativisht ëmbla dhe në këtë rast i kam përzgjedhur për të zvendësuar sheqerin komercial, por preferoj që gjithmonë të përdorim frutat ose burimin e frutave për sheqer, sesa edhe ëmbëlsuesit artificiale, të themi, përveç stevias që thuhet që është bimore, por do shifet në vijim. Kemi kakao pudër, si kakao që bëni, dhe lëkurë portokalli ose limoni që mund të përdorim, ne këtu kemi limonin, mund të përdorim dhe portokalli, është në varësi të shijes që neve duam të pëlqejmë më shumë. Dhe këto do jenë përbërësit kryesor, le të themi, që ne do bëjmë një përzgjedhje, le të themi, si bazët, të cilën neve do e përdorim atë her pas herë kur do përgatisim putingun që do vjoj më pas. Pra kjo është, le të themi, një recetë e cila mund të zgjatë gjatë në kuzhinë, mund të përdoret her pas here ose për mëngjes ose për vakte të tjera, nuk prishet. Dhe fillojmë lajthit, të cilat do i ngrofim pak për të dhënë me sobën ta hapim fillimisht, për të dhënë pak aromë shumë. Dhe frutat e thata në fakt kur piqen kanë një tjetër aromë nga aroma e tyre natyrale teksa konsumohen ashtu. I bën më pak të shëndetshme, por të paktën në këtë rast sigurisht ne zvendësojmë një ëmbëlsirë që duhet të ketë shumë përbërës jo të mirë dhe zvendësojmë ato me përbërës edhe më të shëndetshëm. Diabetikët vetëm me sheqerin duhet kujdesen, meqense ndikon për dhe me sasinë e karbohidrateve në tërësisht, pra brumrat në këtë rast, dhe alkooli. Alkooli kthehet në sheqer të drejt për drejt në moment që ne konsumojmë dhe përthithet shumë shpejt duke ndikuar në rritjen e menjëhershme të nivelit të sheqerit në gjak. Kështu që personat që duhet të konsumojnë her pas here një gotë pi alkolike, qoftë verë, birë në këtë rast që janë më të këshilluarat, por edhe raki për moshat më të mëdha që ndoshta është pjesë e pandar nga shijet tradicionale, rekomandohet që asnjëherë mos konsumohet me stomak bosh. Do të marrim një lugë. Fillojmë, vazhdojmë, ndërkohë që përgatisim recetën në ëmbëlsirën tonë diabetike dhe dietike në të njëjtën kohë. Dietike në të njëjtën kohë, do ishte një. Do shtojmë rreth 100 gram tërshër, ata që s'kan peshore, dy llogarisin që një lugë gjelle afërsisht është diku ke 15 gram. Që kemi 30, dy lugë të tjera 60, 90, nuk të jemi 100, por për siguri mund të bëjmë e gjysmë. Nuk nga prishpun, janë referuse këto masat. Fibra, ka proteina. Nëse ne do e përdorim këtë gjë për vakt mëngjesi herë pas here, mund të shtojmë pak më shumë tërshër. Dhe do vëmë, këtu janë 150 gram, thamë, hurma. Meqense janë frutat të thata, çfarë mund të zëndësoj hurmat e arabisë, hurmat arabike? Në fakt, në këtë recetë, kumllat e thata për shembull, meqense janë nuk kanë të njëjtën ëmbëlsi në fakt, 100%, po vë pak më pakun. Këto janë më të ëmbla apo më të... Këto janë, duke qenë se po e bëjmë për diabetikët, po bëj vetëm 100 gram, jo 150, kështu që po le disa më janë. Mund të shtojmë diku ke 40 me 45 gram kakao, për ta bërë atë shijen e çokoladës në këtë rast. Kakao përmban omega-3 acidin yndyrore, ne mund të zgjedhim një kakao organik në këtë rast për ta bërë një recetë edhe më të shëndetshme. Dhe lëkurën e një limoni apo portokalli. Është dhe kjo në varësi të shijes. Pra kemi hedhur tërshërën, kemi hedhur kakaon, kemi hedhur edhe lëkurën e limonit. Po, dhe do i bluajmë këto. Këto të gjitha do të bluhen, do të kthehen në një masë. Masë jo shumë të hollë, ja ta provojmë tani. Gradualisht. Kemi në prizë. Që duan pak më shumë kohë. Mjafton, besoj. Do presim që të shtojmë dhe pak lajthit pasi të jenë zbutur disi. Më shumë për të arritur. Këto tre përbërës rolin sekundare për mund dhe janë për të krijuar bazën, mbi të cilën do të vendoset më pas pjesa kremoze apo çfarë? Po, do shtojmë edhe lajthit në këtë rast dhe më pas do jetë një bazë të cilën ne mund ta ruajmë në vazo dhe ta kemi her pas here të përdorur për të bërë ëmbëlsira apo puting apo në mëngjesin tonë. Sot me çfarë kemi zgjedhur ta gatuajmë? Do e bëjmë me qumësht,
Dhe pak boronicë, duke qenë se boronica është një frut me përbërës shumë të lartë në vlerat antioksiduese, siç e njohim, dhe një person me diabet prej vitesh ka një prirje që të ketë një rritje të inflamacionit tek sistemi jon kardiovaskular në tërësi. Kështu që do të ndihmoj jashtëzakonisht shumë të ulë, le të themi, inflamacionet që ne mund të kemi, të cilat janë burim për të patur yndyrna të larta apo arteriosklerozë, për ngurtësimin e artereve, pasi shpeshherë një person që vuan prej vitesh nga diabeti ka risk shumë më të lartë dhe shpeshherë është çështje kohesh për të shfaqur nëse ne nuk kujdesemi për një sëmundje kardiovaskulare, për hipertensioni në këtë rast, yndyrnat janë përsëri të ndikuara, por edhe sëmundjet e veshkave që përsëri ndikojnë negativisht, kështu që është shumë e rëndësishme për asaj edhe konsumi antioksiduese edhe për rrugën urinare. Dhe më fund, më pas, do zihet me qumësht, mund të përdoret edhe qumësht bimor, siç mund të jetë qumësht orizi për personat që mund të kenë alergji në këtë rast, por duke që se jemi popull mesdhetar, jemi shumë të adoptuar. Jemi si pak lajkive, sepse po shikje që po piqeshin, ato janë sa t'i ngrohin apo duhet t'i pjekin mirë lajkit? Sa për të çliruar aromën e tyre. Okej, në rregull, kjo është arsyeja që i vendosim për të pjekur. Për ta bërë i hedhim këtu tek masa tjetër që përgatitëm. Po. Që është me të shërën, me kakaon edhe me urmat e arabis. Duhet jenë miell fare, Rolina? Se janë pak fare me kokriza, pak fare. Do përfundoj, besoj me lajthin, do i ndihmoj që të ndihmoj për t'u kthyer më në miell. Okej. Ne mund të Sasia e shtojmë. të shërës me lajthit është pak a shumë e njëjtë. Po. Nëse ne do duhet ta përdorim këtë recet për masat të mëdha, ne do shtojmë thjesht sasi dhe ne bëjmë një kavanos qelçi që mund të ruhet hermetikisht për të mos humbur aromat. Një pajisje e tillë na ndihmon në fakt për të nëse edhe gjuhësja e qepës është e fortë, mund të përdori dhe aty, sigurisht. Kjo është sasia. Mund ta përzijemi edhe një herë me lugë që mund të arrijë deri në thellësi. Urmat e arabis, duke qenë se janë me tul, janë çik më të vështira, sepse nuk përmbaren të gjithë flur, po ndërkohë na duhet një përzierje e mirë në mënyrë që të jetë më homogjene gjithë masa në fund. Kështu që me ndihmën e lugës në këtë rast, që mund të arrijë më mirë, bëjmë një frulim të fundit. Dhe nëse është masë shumë gjitëse, mund të shtojmë. Dhe aromë mirë nga lajthit vjen. Po, të vëmë edhe pak të shërë për të na ndihmuar që të jetë më jo shumë ngjitur si shkrifët, se është bërë kthehet pak si në brum të thërmuar. Por duhet jetë si mirë pak ashtu. Si me pjesë të lëngët. Tek personat që nuk kanë probleme me diabetin, mund të shtojnë mjaltë në fund të përgatitjes. Në rregull, besoj se është mjaftueshëm. Mjaltë në vend të hurmave të arabis apo në fund të përgatitjes të tingut. E kuptoj. Jo, ashtu tek personat me diabet duhet të jemi pak shumë të kujdesshëm për sasinë e brumrave në tërësi që konsumojnë dhe për zgjedhjen e tyre të produkteve sa më integrale. Buka është një nga ato që është bazike, pasi ushqyera jone e përditshme e përmban thuajse në të gjitha vaktet. Marrim çik masën e poshtme. Dhe sigurisht aktiviteti fizik është që është një nga rregulluesët natyral të nivelit të sheqerit, po. Na ka mbetur një masë, më lejo pak. Që ta marrim. Nga hurmat e arabis, bashkimi me të shërën edhe me lajthit. Kjo është masa që ne mund të ruajmë. Dhe nga kjo masë na mjafton diku ke 60 gram masë për të përgatitur një racion, le të themi. Kështu që ne shtojmë në një tenxhere në këtë rast, të vogël. Tani është mënyra se të përgatitet të ëmbëlsira, deri tani kemi përgatitur këtë pjesën e kjo mund të ruhet për sasirat të mjaftueshme. 60 gram është përsëri, siç tham, diku ke 15 gram është një lugë gjelle.
Kështu që diku ke 4 luggjelle është sasia që neve na nevojitet. Është kjo këtu. Dhe ne në këtë mund të shtojmë pak boronicë. Mund ta vëmë dhe në fund boronicën nëse kemi boronicë të ngrirë në frigorifer. Mund ta shtojmë në fund. Një gotë qumësht. Dhe kjo nuk do shumë kohë. Shumë që t'i zbut tani të gjitha... Po. Dhe ndërshërë ndërkohë do ndihmojë në trashjen e lëngut duke bërë një formë muhallebi, le të themi. Ose një Ndërkohë që boronicët vetëm do të arrijnë të zbuten nga gjendja e tyre e thatë. Një opsion tjetër për personat që mund të vuajnë nga diabeti, por që nuk kanë probleme me mbipeshën, që mund të jenë mosha pak më të reja, mund të shtojnë në vend të kakaos pak çokoladë të zezë, diku ke 90 apo 70% kakao. Aty do kemi një shije ndoshta më shumë afër çokoladës, por pa patur sasi shumë të lartë sheqeri. Kjo bëhet shumë shpejt, pra nëse ne kemi përgatitur që më parë sasinë e të shërës me hurmat, me lajthitë. Që mund ta përgatisim dhe një ditë tjetër dhe me një shije tjetër, si të duam, mjafton të përgatisim këtë bazën, e cila edhe kështu siç është kjo. Dhe mund të bëhet një opsion mëngjesi, kur ne duam të llastojmë veten tonë. Pra kjo do të jetë si muhallebi, në këtë trajt do të jetë përfundimisht. Mund të jetë edhe një opsion i mirë për fëmijë, që mund të duan diçka të ëmbël, që përsëri është e ushqyeshme, ndoshta shija e çokoladës si treq për të ngrënë dhe të shërën në këtë rast. Mund të alternojmë me pak banane tek fëmijët në fund të servirur, shija e çokoladës e bananis përsëri është shumë e dëshiruar. Gjithashtu për personat me diabet do të kemi jashtëzakonisht shumë rëndësi oraret e vakteve, të cilat le të themi brenda çdo 3 orësh do duhet të kemi vakt. Mëngjesi, para dreka, mbasditja shumë e rëndësishme për personat që vuajnë nga diabeti. Do ndihmojë jashtëzakonisht shumë për të devijuar hipoglicemit apo hiperglicemit në këtë rast. Dhe vjen aromë shumë e mirë në fakt, dhe nga lajthit, po edhe nga aroma e kakaos. Lajthi kakao është një martesë shumë e mirë midis këtyre produkteve. Kështu që nuk vonon për të bërë. Ta servirim në gotë, Rolina, apo? Po, në një gotë. Meqense ne do e bëjmë ëmbëlsirë. Do ishte mirë që ndoshta mund të konsumohet dhe e ngrohtë dhe e ftohtë. Nuk ka nevojë për të shtuar sasi frutash të thata ekstra, sepse sasia e lajthive ishte e mjaftueshme. E mjaftueshme, ishin 100 gram, plus edhe boronica. Bashkimi të gjithave, si të thuash, është shumë i drejtë si po, është në masa të barabarta, nuk është se ka sasi të ulët tek. Vetëm nëse do duam të ruajmë një pjesë me njën për t'i hedhur në fund. Diabetikët do ta kenë, si thuash, një mesvakt këtë apo jo? Kjo do ishte mirë të konsumoheshe në një mbasdite në këtë rast. Jo, mendova se ka tërshër dhe zakonisht tërshëra përdoret në mëngjes. Ose edhe në mëngjes. Por nëse ta duan ta shijojnë si ëmbëlsirë, ndoshta mbasdite do ishte një formë një shoqërësi shumë e mirë. Ndërkohë nga pijet, çfarë pijesh mund të konsumojmë? Janë shumë çajrat. Lëngjet e frutave për shembull janë të ëmbla dhe mund të kemi lëngje frutash me perimer, siç mund të jetë kakao, karot me moll, për shembull, ose selino, mund të kemi spinaq, kastravec, kiwi, që është një shije e mirë, avokado. Këto tip smoothies të cilat niveli kalorive që duhet të marrë një diabetik në ditë. Kalorazhi ditor apo një ëmbëlsire? Me që se jemi të ëmbëlsira, mund të themi tek ëmbëlsira. Le të themi deri ke 300 kalori, do ishte një racionim shumë i mirë. Më ruam me këtë. Dhe kjo më pas mund të serviret me pak kos, le të themi që është mëngjesi. Që mund ta spërkasim sipër apo mund të... Po, mund ta spërkasim sipër dhe ne shtojmë sasinë proteinike në këtë rast të recetës. Mund të shtojmë dhe vanilje lëng her pas here te kosi për të dhënë aromë dhe shije. Mund të vëmë pak, këtu kemi pak kumbull, por mund të vëmë fruta të ndryshme që neve na shijojnë, jo me sasi të lartë sheqeri, sigurisht. Dhe mund të spërkasim me pak kanellë. Po, me pak kanellë, spërkasim me pak kanellë, ja marrim kanellën tek vendi. Pra, kjo ishte ëmbëlsira që ne propozojmë të gjithë personave që kanë këtë problem, diabetin. Shumë e thjeshtë. Këtë mas e ruajmë dhe ne përdorim her pas here.
ose mund të përdorim pak kakao, nuk ka problem. Ja, jo kemi kanellë. Da kemi, por kanella është një nga regulatorët e shijes, por edhe të nivelit të sheqerit e diabetikët. Ajo mund të jetë edhe një pije shumë e mirë, meqenëse më pyete për pijet. Kanella. Po, mund të bëjmë një çaj me shkop kanelle, me pak moll, por edhe plur kanellë dhe ne mund ta pim si pije atë gjatë ditës. Mund ta shoqërojmë me çfarë mund ta ëmbëlsojmë pastaj kanellën? Kanellën me lëngun e mollës, ose me lëngun e kumblës, ose kumblave të thata përsëri, do ishte një zgjidhje shumë e mirë, sepse ne do të marrim ndoshta edhe pelten, këtë pjesën e fibrave të tretshme në këtë rast, të cilat ndihmojnë përsëri në normalizimin e nivelit të sheqerit. Pra do përthitet shumë gradualisht sheqeri nga prania e fibrave. Vetë kanella ka integratorë që ndikojnë në përthithjen graduale të sheqerit gjatë aparatit tonë tretës, pavarësisht se nuk është kuruse, le të themi, ndihmon jashtëzakonisht shumë që shoqërimi i kanellës në çdo vakt, por edhe personat diabetik që mund të pinë një macchiato ose cappuccino, le të themi, shoqërimi i sasisë të konsiderueshme të kanellës do ndihmojë jashtëzakonisht shumë, sepse është edhe një zakon i përditshëm, ndoshta edhe 2 herë në ditë. Dhe kanellën e marrin në këtë formë. Dezmundson sheqerin në këtë rast. Dezmundson sheqerin, është e vërtet. Do të lexoj përbërësit e recetës diabetike. Për personat të cilët vuajnë nga diabeti, kemi kushtuar një vëmendje sot me informacionet që sollën përmes dietologes Rolina Nacho. 100 gram të shër përbëhesh kjo ëmbëlsirë, me 100 gram lajthi, 150 gram hurma arabie, 3 lugë gjelle kakao, lëkura e një portokalli ose limoni, më pas shoqërohet me 2 lugë gjelle kos, fruta sipas dëshirës, zgjedhja jonë ishte kumbulla, kanellë dhe një gotë qumësht. Kjo është ëmbëlsira, besoj se ishte shumë e thjeshtë edhe në nivel, si thuash, përbërësish, vetëm se kam përshtypjen për personat të cilët nuk i kanë hurmat arabis si zgjedhjet. Më ngeli merak të pyes. Mund të mësoj me fruta të thata, po që nuk janë shumë të ëmbla. Po, nuk bëjnë shumë të ëmbla dhe mund të shtojnë shumë pak mjalt në fund të përgatitjes për ta kompensuar shijen e ëmbëlsisë. Se këto kanë vijnë pak të ëmbla dhe mund ta rregullojnë shijen e të gjithë ëmbëlsirës. Mirë, besoj se ishte mjaftueshme. Faleminderit Rolina. Një mesazh ndoshta për këta persona, çfarë duhet të kenë prioritet, si thuash, në dietën e tyre ushqimore, por dhe në regjimin e ditor, që nga aktiviteti deri tek atëherë ne thamë që duhet të kenë jashtëzakonisht shumë kujdes tek sasia e vakteve që duhet të kenë. Është shumë e rëndësishme sasia e vakteve, ndarja e mirë e ushqimit në mënyrë korekte gjatë gjithë ditës, të mos qenit shumë pa ngrënë gjatë pjesës të parë të ditës dhe të konsumohet pjesa e dytë, sigurisht, hidratimi, aktiviteti fizik, pra janë të gjitha këshillat që ne japim për gjithë personat, si ata që vuajnë nga diabeti dhe jo, dhe të marrit jetën në mënyrë shumë energji pozitive, sepse është thjesht një ndryshim i stilit të jetesës që është më i detyrueshëm për të qenë korrekt, por që një person me diabet mund të ketë një cilësi jetese shumë të mirë dhe thuajse të ngjashme një person që nuk vuan nga diabeti, që mos them një person në moshë të madhe, shumë të raste mund të ketë shumë probleme të tjera. Po ka probleme të tjera. Faleminderit edhe një herë Rolina. Ne do të shkëputemi të dashur miq, por përpara se të shkëputemi fare nga Vila 24, do doja të ndiqni një material të përgatitur pikërisht për diabetin. Diabeti është një gjendje shëndetësore ku sasia e glukozës, sheqerit në gjakun tuaj është tepër i lartë sepse trupi nuk mund ta përdorë ashtu siç duhet. Diabeti dhe emocionet. Ekuilibri i diabetit është shumë i ndjeshëm ndaj emocioneve dhe gjendjes shpirtërore. Ekziston një lidhje ngushtë funksionale ndërmjet sistemit endokrin dhe atij nervor. Qetësia shpirtërore dhe emocionale stabilizon glicemin dhe lehtëson kontrollin e diabetit. Ushqimi i keq dhe diabeti. Dan Jensen është ndër picadashësit më të mëdhenj, por jo vetëm kaq. Ai ka zgjedhur mos të hajë asgjë tjetër për 25 vite me radhë. E keqja është se 38 vjeçari nga Maryland konsumon vetëm një lloj pice e cila përmban djath, salcë dhe majdanoz. Si pasojë ka pasur probleme me tensionin dhe diabetin. Pavarësisht kësaj, ai ka zgjedhur të mos heqë dorë nga konsumimi i picave. Të shërosh diabetin.
Ka disa studime që janë ende në nivelin e hipotezës që thonë se është zbuluar një metodë që do të bëjë të mundur shërimin e plot të sëmundjes me operacion, si çdo sëmundje tjetër. Shërimi me operacion e ashtu quajtura kirurgjia bariatrike tani më është realitet në vendet e zhvilluara si dhe në rajon. Kjo ndërhyrje operative tek pacientët obezë dhe me diabet tipit 2 bën shërimin e përhershëm të sëmundjes tek 95% e pacientëve. Me këtë ndërhyrje operative, nënkuptohen disa tipe të operimeve të cilat kanë për qëllim fillimisht zëvoglimin e lukthit, pastaj lidhjen apo bypassin e këtij lukthi të vogël me zorën e hollë, duke bërë në këtë rast të mundshëm nevojën për më pak ushqime dhe zëvoglimin e sipërfaqes përthithëse. Por jo të gjithë pacientët obezë me diabet të tipit 2 mund t'i nështrohen këtij operimi. Sigurisht që ka kritere për t'u nështruar operimit dhe mbi të gjitha, suksesi më i madh është tek pacientët të cilët kanë pak kohë që janë diagnostikuar me këtë sëmundje.